بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. فلندرويم dhe lavdrojmë Allahun e lartësuar, ashtu siç e meriton ai jalla shanuhu wa taqaddasat asma'uhu. Selamet ja dërgojmë Muhammed Mustafas sallallahu alaihi wasallam, familjes tij, shokëve të tij dhe gjithë besimtarëve, të cilët e ndjekin dhe e pasojnë rrugën e tij. Vazhdojmë inshallah taala edhe sot me shpjegimin e Kur'anit famlar, fjalës së Allahut të lartësuar, e që është dersi 45 me radhë, e që jemi tek surja Al-Baqara, gjithsesi ajeti 104 dhe 105, ku në dersin e kaluar kemi shpjeguar rreth ngjarjes si Sulejmanit a.s. me e gjenët dhe përhapjes së sehrit në mesin e njerëzve, dhe gjithashtu sfjeguam që Allahu subhanahu wa ta'ala nëpërmjet librit të tij Fesni Kur'anit famlart i mbron të dërguarit të tij dhe i mbron melekët e tij më të lartë, sikurse që është Xhibrili a.s. dhe Mikaili a.s. ajma'in. Dërsa sot këto dy ajete që do i shpjegojmë me lejen e Allahut subhanahu wa ta'ala na tregojnë disa rregulla të rëndësishme për jetën tonë si besimtar. Allahu Jalla wa Ala thot: Ja ayyuhalladhina amanu la taqulu ra'ina wa qulu unzurna wasma'u wa lil kafirina adhabun alim. O ju të cilët keni besuar, la taqulu ra'ina, mos thuani ra'ina, mirëpo thuani unzurna wasma'u, dhe ndëgjoni dhe respektojeni, wa lil kafirina adhabun alim, dhe pabesimtarët kanë një dënim të rënd. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. Pastaj thot asithtarët e librit që nuk besuan Allahun e lartësuar dhe as i dhujtarët nuk duan që juve t'jo vijnë ndonjë e mirë nga Allahu subhanahu wa ta'ala. Nuk dëshirojnë që t'jo vje ndonjë e mirë nga Zoti juaj. Pastaj Allahu Jalla wa Ala thot: Wallahu yakhtassu bi rahmetihi man yasha. Allahu i lartësuar e veçon kënd të doj nga robërit e tij me mëshirën e tij, dhe wallahu dhul fadlil azim, dhe Allahu në dorën e tij është gjithë mirësia dhe gjithë mirësia e tij. Këto dy ajete dashur vëllezër, neve si musliman do të na mësojnë disa gjëra shumë të rëndësishme. E para Allahu Jalla wa Ala thot: Ja ayyuhalladhina amanu, o ju të cilët keni besu. Kjo është një veçori interesante për ummetin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Allahu i lartësuar i cilëson me besim, me iman. Ja ayyuhalladhina amanu, o ju të cilët keni besu. Dhe ne kemi thonë që sa herë që vije në Kur'anin famlar dhe në sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, o ju të cilët keni besu, e ka për qëllim 11 çështje. Cilat janë ato? I kena përmend 5 janë trupore, janë të jashtme, 6 janë të brendshme. Sa herë që vjen ja ayyuhalladhina amanu, i ka për qëllim këto. Islami ngritet mbi 5 shtylla dhe 6 shtylla të imanit. E kem cek disa herë në përderse, mi po harrojmë. Sa herë që vjen ja ayyuhalladhina amanu, o ju të cilët keni besu, i ka për qëllim 5 shtyllat e Islamit dhe 6 shtyllat e imanit. 5 janë trupore, që janë shtyllat e Islamit, shahadeti du të me thonë me gjuhë trupore dhe me gjuhë, namazi është trupore, agjerimi gjithashtu është trupore, zeqati është trupore, haxhi është trupore, është e jashtme shtyllat e Islamit. Dhe 6 shtyllat e imanit që janë të brendshme: besim, iman, besimin në Allahun Jalla wa Ala, besimin në melekët e tij, besimin në librat e tij, në pejgamberët e tij, në ditën e gjykimit dhe në qadon dhe kaderin e Allahut. 6 shtyllat e imanit. Sa herë që vije ja ayyuhalladhina amanu, o ju që keni besu, o ju të cilët i përmboshni 5 shtyllat e Islamit dhe 6 shtyllat e imanit. E ka për qëllim, sepse Islami ngritet mbi këto 11 shtylla. Mbi këto 11 shtylla. Allahu Jalla wa Ala po na drejtohet neve, o ju të cilët keni besu. Ka një njeri te Abdullah ibn Mas'udi radhiyallahu ta'ala anhu, dhe i ka thonë
mëson diçka, këshillon. Abdullah ibn Mas'udi, sahabi i ndershëm, dietar prej dietarëve të sahabeve, ka një nxënës, një njeri që ka dashur me marr këshill prej Abdullah ibn Mas'udit. Ka thonë këshillon. Abdullah ibn Mas'udi ka thonë, masi po lyp këshill atëherë ndëgjoj mirë. Sa herë ta ndëgjojsh Allahu xhalla wa ala duke thonë ya ayyuhalladhina amanu, o ju të cilët keni besu, hapi vesh mirë. Sepse ose ka një urdhër që duhet me e kry, ose ka një ndalesë që duhet me ndalë. Sa herë që vjen ya ayyuhalladhina amanu, o ka ndonjë urdhër strikt që duhet me e kry, o ka ndonjë ndalesë që duhet me ndalu. Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam. O ju të cilët keni besu, ju është bërë juve obligim namaz. Ju është bërë obligim agjërimi. Në këtë ajet, ya ayyuhalladhina amanu, o ju të cilët keni besu, la taqulu ra'ina, mos thuani ra'ina. Ndalesë. Pra ka ose urdhër ose ndalesë. E ka thonë hapi vesh mirë kur e lexon ajetin e Kuranit, o ju të cilët keni besu, se Allahu xhalla wa ala thotë neve na drejtohet. Muslimanëve ju drejtohet, besimtarëve ju drejtohet me o ju të cilët keni besu, ose kryeni filan urdhrin, ose ndaloni nga ndalesat që Allahu xhalla wa ala ka për t'i ndaluar. Në këtë ajet ka ndalesë, o ju të cilët keni besu, la taqulu ra'ina, mos thuani ra'ina. Pse ka thonë Allahu xhalla wa ala mos thuani ra'ina muslimanëve sahabëve? Pse ju ka thonë? Për arsye se idhtarët e librit në Medinë e kam përdorur këtë fjalë ndaj pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, e cila fjalë mundet me përbë më shumë se sa një kuptim. E ata e kam përdorur në formë fyse ndaj pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. E kam përdorur teorien. Teoria çka është? E teoria është kur ti e thuni fjalë, mirë po, ki qëllim tjetër. Ai që është duke të ndëgju ty, e kupton më ndryshe. Kjo është teoria. Edhe njerë, ti e thuni fjalë, po ti nuk e ki për qëllim ato që ai ka me të kuptu ty, e ki për qëllim tjetër se. Teoria në Islam në esencë lejohet, mirë po për së keqi nuk lejohet. Se këta e kam përdorur për së keqi. Për arsye se ne e kemi shpjeguar historinë e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Dhe kur pejgamberi alayhi salatu wasallam e ka marrë rrugën prej Mekës në Medinë, dhe me veti ka qenë Abu Bekri radhiyallahu ta'ala anhu, dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe Ciceroni i tyre. Kur e kanë takuar njerëzit rrugës, pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, i cili ka qenë i mbështjellur, tyra nuk i ka dokt. Abu Bekrin e kanë njoft, disa ose nuk e kanë njoft. Edhe e kanë pyet, kush është ky? Kanë bërë me dorë ka pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Thonë, kush është ky? Se kanë njoft. A kanë qenë duke e lyp, ka qenë duke e kërkuar, se ka qenë i kërkuar nga mushrik. Abu Bekri radhiyallahu anhu ka përdorur teorien. Ka thonë, ky është udhërfysi im i cili ma tregon rrugën. Abu Bekri e ka pas për qëllim, kjo është udhërfysi i dërguari i Allahut që ma tregon rrugën për xhenet. Ai e ka kuptuar që kjo është Ciceroni i cili ja tregon rrugën në përshkretje. Kjo është teoria. E këta e kanë përdorur idhtarët e librit, ndërsa në rivajete ndryshme edhe mushrikët e Mekës e kanë përdorur, ka pas domethënie nënçmuese kjo fjalë ra'ina. Disa thonë edhe ansarët para se me qenë muslimanë e kanë përdorur. Domethënë ra'ina domethënë e kundërta. Ti thu diçka në të kundërtën e besoj. Ose i mbyllur ka për qëllim. Diçka e mbyllur. Ose ka ignorant, gjahil në këtë fjalë. Ti duke thonë gjahil, ignorant. Ose dëgjoj prej nesh, desh me dëgjuna prej teje. Ka gjithashtu këtë kuptim. Ose më ndëgjoj me kujdes, mos të dëgjofsha. Gjithashtu e ka këtë kuptim. Është shumë fyse. Pra, idhtarët e librit që kanë qenë në Medinë e kanë thonë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ra'ina. E Allah xhalla wa ala zbret ayat. Ya ayyuhalladhina amanu la taqulu ra'ina. Mos e thoni këtë fjalë. Sepse edhe disa musliman të thjesht e kanë përdorur këtë fjalë karshi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam duke menduar që kjo është respektuese ndaj Resulullah,
Për arsye se i kanë po thtarët e librit që kanë qenë në Medinë, sipas atyne, domethënë këta janë njerëz që kanë besu pejgamberët e mëhershëm, kanë pas librat në durët e tyne. Ta domethënë, sheh respektin, ndoshta po bëj ka kjo fjalë me thonë, e kanë thonë. E Allah subhanahu e kanë ndaluar. Çfarë do të thotë kjo dashur vëllezër? Sa është e rëndësishme që kjo pikë më e marr vesh ne si musliman. Që njerëzit ka mundësi ty me të marrë si model. Njerëzit ka mundësi ty edhe mu me të marrë si model, sepse ti je njeri xhamis. Ti je besimtar, ti je musliman, ti e frekuenton xhamin shpesh. Vepra jote tek disa konsiderohet e lejuar, edhe pse ndoshta s'është e lejuar. Po ai që po shkon xhami po vepron. Ai që po shkon xhami po fol. Ai që po bën këto pse ti ka mundësi je model i dikujt. Andaj të më pas kujdes. Qysh kanë qenë, nëse na lejohet me thonë model këta i thorë të librit, të cilët kanë thonë fjalë fysen ndaj Resulullah. Disa muslimanë të thjesht kanë menduar që këta janë duhet me qenë model, se këta duhet me besu Resulullah, po përdorin fjalë të mira ndaj Resulullah. Hajde ti përdormi edhe na. Shumë është më rëndësishme më ne vesh këtë meselë. Ne si musliman jem model të dashur vëllezër. Ti si pesvakli je model në shpitale. Je model në shpitale. Fjala jote që e fol, vepra jote që e vepron, ka mundësi që të mirët si model nga ata të antarët e familjes. Ka mundësi që të thonë ata që kjo është feja. Që kjo është feja. Ndoshta kjo lidhje s'ka me fe. Ne më pas kujdes. Gjithmonë kem thonë. Kohët moderne, muslimani e bën davet me veprat e tij, më shumë se sa me fjalët e tij. Musliman lakin kohët moderne ka nevojë për praktik, jo shumë fjalë. Secili në profilin e tij, për arsye se njerëzit me të marrë si model për mirë, jo për keq. Me thonë, çështo është Islami, edhe unë e ndjek këtë din. Çështo është filani, edhe unë e ndjek se Islami e ka gdhend ato. Islami e ka fut në strug, si thojnë populli, edhe e ka gdhend të këqijat e tij, ka hek therrat e këqija, edhe e ka bën musliman model për të tjerët, në sjelljen e tij, në punën e tij, në nderin e tij, në moralin e tij, në veshjen e tij, në dukën e tij, e kështu me radhë. E këta musliman të thjesht kanë menduar që janë fjalë miradije. E Allah Azza wa Jall po ju tregon që s'janë fjalë miradije. Ja ayyuhalladhina amanu la taqulu ra'ina, mostuni masudit kur. Ra'ina. Sepse është fjalë e cila përmban kuptime ndryshme e që ata kanë për qëllim fyrin ndaj Resulullah, edhe pse ka ditë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Sepse kanë ndodhur shpesh që po nuk javë ka kthy me të njëjtën medale. Sepse kanë ndodhur, kanë kalu pranë rrugës dhe i kanë thonë assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum do thotë të marrë vdekja. Sam i thonë vdekjes. Veç assalam, lejen se kanë thonë. Veç lejen se kanë thonë. Kur kanë kalu pranë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, i kanë thonë assalamu alaikum. E pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ju ka thonë wa alaikum edhe juve. Sepse e ka ditë çka do të thonë. Po Aisha ka qellu afër një ditë, edhe ka thonë edhe juve ju qoftë vdekja, e u mallkofshi, e u shkatrofshi, i kanem. Ka thonë oj Aisha, nalës, mos i fyj, mos u bëj njëjta me dale. S'na lejohet në më marrë me këtë punë. Doja jo pranohet, e atyri nuk pranohet. Ata po thonë ju nxon vdekja, na thamë wa alaikum edhe juve. Ata kanë më nxon belaje, ju neve. Allahu xhallahu ala pejgamberit ti ja pranon. Besimtarëve të vërtetë ja pranon, të sinqertë ja pranon. Pra nuk na lejohet neve kur na fyn dikush me fjalë të rënda për shembull, o na i fyn dinin ton, ose nënçmon dinin ton, ne me fy për arsye se është rrezik, pastaj ai me fy Allahun xhallahu ala. Ashtu siç ka në ajet. Mos i shani idhujt e tyne, sepse ata pastaj e shohin Allahun xhallahu ala pa dije. Pa dije. Prandaj shikoni Islami sa është i kujdesshëm në raport me të tjerët. Në raport me të tjerët. Edhe pse janë të kotën, edhe pse kanë përdorur teorie ndaj pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, gjërat e dyta nuk ja ka kthy me tjetër medale. Resulullah sallallahu alaihi wasallam. Sepse s'ka qenë qëllimi i tij që njerëzit më nënçmu. Po më javë tregu rrugën e drejtë. Për këtë Allahu xhallahu ala na tregon në ajet tjetër të Kur'anit ku thotë: "Wa yaquluna sami'na wa 'asayna."
Pra ne si musliman do të më bindë Allahut. Ja ju alladhina amanu la taqulu ra'ina. Mos thoni ra'ina, mos thoni nënçmim fjalë nënçmues ndaj Resulullah. Wa qulu unzurna, mirë po thuni unzurna, që do të thotë mësona i dërguari Allahut. Mësona. Përsërit në i fjalë ka një herë, 2 herë, 3 herë, ta mësojna mirë fenë Allahut azza. Ndëgjoj fjalë tona kur ne nuk e kuptojmë. Unzurna, thuni këtë fjalë. Edeb, me qenë me edeble, kërshi Resulullah sallallahu alaihi wasallam. Për këtë ka ardhur ja alladhina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawti an-nabi. O ju të cilët keni besu, mos e ngritni zanin mbi zanin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Sepse ka mundësi që punë të juve shkojnë hoq pastaj krejt. E Allah xhallahu ala thot, mos u bëni si ata të cilët thonë, wa yaquluna sami'na wa asayna. Mos u bëni si ata që thonë dëgjuam dhe nuk e respektuam. Wasma' ghayra musma'in wa ra'inan la yanbi alsinati mutta'nan fi ad-din. Dëgjuam fjalën tënde, i kanë thënë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. E kundërshtuam thirrjen tënde dhe thon dëgjoj mos u dëgjofsh, ra'ina thoi këtë fjalë. I thon duke i përdredhur gjuhët e tyre dhe duke e atakuar fenë e Allahut azza wa jalla. Këtë e kam pasur për qëllim. Me ataku fenë e Allahut subhanahu wa ta'ala. E Allahu xhalla wa ala na mëson neve si musliman. Me urtësinë e tij, i cili ditë domethënie të gjithave. Mos u thoni këtë fjalë të cilët e përdorin të tjerët. Po thuani fjalën tjetër, unzurna, Allah azza wa jall ka të drejtë, sepse është krijuesi i gjithësisë, me na ndaluar me urtësinë e tij, mos me përdor fjalë të caktuara. Ka në hadith prej pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, që Allah azza wa jall thotë, jo ka ndaluar juve që rob bre që i keni nxënë rob, mos më thon abdi, robim. Sepse abdi thotë veç robi i Zotit. Po thuni fetaja, thuni djalim, me fjalë përgdhelse. Me fjalë përgdhelse. Thonë Allahu xhallahu ala i ndalon fjalë të cilat kanë qëllime të këqija, kanë përmbajtje të këqija, që mundet muslimani me përdor dhe nuk e din çka është duke përdor. Nga kjo e marrë me një dobi gjithashtu të rëndësishme. Nuk lejohet përdorimi i fjalëve të cilave nuk ju dihet kuptimi. Dhe marrë se gjithashtu. Nuk lejohet përdorimi i fjalëve apo i shkrimeve të cilave nuk ju dihet kuptimi në Islam. Me fol një fjalë nuk ja din kuptimin. Sepse ka mundësi, është fjalë e mosbesimit, është fjalë e kufrit, është shpyrje, është nënçmim për dikën, ose ulemat islami thonë nuk lejohet bartja e teshave në të cilat shkruhen fjalë të cilat nuk ja din kuptimin. Lejohet. Nuk lejohet. Me bart tesha, qoftë ajo pallto, qoftë ajo maicë, qoftë ajo bluzë, çka do qoftë ajo, në të cilat shkruhen fjalë të cilave ti nuk ja din kuptimin. Për arsye se ka mundësi që t'jetë fjalë shumë fyse për dikon, ose t'jetë fjalë banale që si lejohet muslimani me përdor, ose t'jetë fjalë që përmban shirk, mosbesim, politeizëm, që muslimani nuk i lejohet. Për këtë arsye, unë personalisht munduam që çdo tesh që e blej mos me pas shkruar me asgjë. Atë që shumë problem është me gjetë. Ju të rritë e dini fort mirë, këto shkronjat, ma mirë se na, shkronjat që janë me ka 2, me ka 3, me ka... Allah e lem çfarë do më thoni e kanë. Allah e lem çfarë do më thoni e kanë. Me ruse. Një prej fjalëve që po përdor me 2-3 shkronja, kish kuptim shumë, do më thonë, banal të promovimit të, do më thonë LGBT-is. Do më thonë, bërba ki e shenë gjamia. E shenë gjamia, bërba ki sa ka. Për këtë, kjo ajet në mëson që ne si musliman, nuk guxojmë, ti përdorim fjalët të cilat nuk javdim kuptimin, sepse Allah azza wa jall na ka ndaluar që të përdorim fjalë të cilat munden me përbajnë më shumë se një kuptim, e që ai tjetri e merr si fyrje. E lërë më fjalët të cilat nuk javdim kuptimin. Për këtë të dashur vëllezër, kjo ajet gjithashtu na mëson që neve nuk na lejohet ti përngjasojmë pabesimtarëve në fjalët e tyre siç ja kanë thënë pejgamberët sallallahu alaihi wasallam, gjithashtu në dukjen e tyre, në festat e tyre e kështu me radhë, sepse Resulullah sallallahu alaihi wasallam thotë men tashabbaha biqaumin fa huwa minhum. Ai që ngjason një popull, ai është prej tyre. Gjithashtu Allahu azza wa jall pastaj thotë
Walil kafirina adhabun alim. Dhe për pabesimtarët ka dënim të rënd. Në ajetin paraprak, për të njëjtit pabesimtarë ka thonë adhabun muhin, dënim poshtrues. Pse? Çka ka dallim dënimi i rënd me dënimin poshtrues? Dietarët islam thonë, Allahu xhallahu ala për pabesimtarët e përdor shpesh ata kanë dënim poshtrues. Për arsye se ka mundësi në ditën e gjykimit muslimani me u dënu me xhehenem, po nuk e poshtron Allahu xhallahu ala. Nuk e poshtron. Muslimanin ka mundësi mu dënu me xhehenem, po e kryen lloj dënimi, nuk e poshtron Allahu xhallahu ala. A pa besimtarit, adhabun elim muhin, dënim të rënd poshtrues, e poshtron Allahu xhallahu ala. Ka dallim shumë. Edhe në dynja me marrë një dënim për shembull, Allah më se thash, po që me marrë dënim me burg dikush, po e ka marrë dënim për shkak se e ka bën një vepër e cila nuk përkon me to, po e ka bën një vepër penale. A është dënim poshtrues për to? Nuk mund ndoshta me qenë poshtrues. E kryen dënimin, po del krenar. Ka bën një vepër që ndoshta për dikon është vepër penale, po ky ç'se ka ditë. Mirë, po me bën një vepër që është poshtruese edhe në dynja, e man burgun, po nuk e man kryelar, e man i poshtrum, sepse ke bën një vepër që është marrë për muslimanin, është marrë për besimtar, për njeriu. Dhunimi e lloj-lloj, vrasja e lloj-lloj dënime që bën njerëzia. Prandaj Allahu xhallahu ala po thotë për ta ka dënim poshtrues, sepse ka mundësi që muslimani me kry dënimin e tij, po nuk e poshtron Allahu subhanahu wa taala, sepse ka fjalën la ilaha illa Allah, Muhammedur Rasul. E ka shahadetin i cili pastaj bëhet shkak që më nxjerr dhe me shpëtu nga zjarri i xhenemit. Pastaj Allahu xhallahu ala thot ma yawaddu alladhina kafaru min ahli alkitab wala almushrikina ay yunzal alaykum min khairin min rabbikum wallahu yahtassu bi rahmatihi man yasha wallahu dhul fadl alazim. As i thartë e librit, të cilët nuk i besojnë Allah dhe as mushrikët nuk dëshirojnë që t'ju vi juve ndonjë e mirë nga Zoti juaj. S'kan qenë. Allahu xhallahu ala po thot për shkak të hasedit, për shkak të inatit, për shkak të smirës, i thartë e librit dhe mushrikët nuk kanë qef asnjë mirë me ju vi, me ju ardh musliman. S'kan qef. Allahu xhallahu ala po thot hoxha. Për shkak të hasedit, smirës, zilis që ju ka ardh Kur'ani musliman, që ju ka ardh Muhamedi sallallahu alaihi wasallam dhe si ka ardh dikujt tjetër. Që ka ardh ky din, kjo dritë dikujt e si ka ardh dikujt tjetër. Për shkak të inatit, s'kan qef me ju ardh, s'kan pas qef me ardh Kur'anit tek ju. S'kan qef pastaj asnjë mirë me ju ardh tek ju. E Allah po thot wallahu yahtassu bi rahmetihi man yasha. E Allahu e veçon me mirësitë e tij, me rahmetin e tij, këndon prej robërve të tij, për krijesave të tij njëri. Jo një popull të caktuar. Wallahu dhul fadli alazim. E mirësia është krejta në dorën e Allahut subhanahu wa taala. E Allahu xhallahu ala na ka veçuar neve si muslimanë. Kjo është nder i madh. Kjo është nder i madh. Ata që kanë logjik, të shëndosh, e kuptojnë wallahu yahtassu bi rahmetihi. Allahu na ka nderuar që na ka bërë pjesëtar të ummetit, që na rrok fjala ya ayyuhalladhina amanu, o ju të cilët keni besuar. Ndero për neve, alhamdulillah. Me në sejdë dhe në ditën e gjykimit me falendru Allah, nuk mujna me dalë hapër kësaj fjallë. S'mujna me dalë. Në ka bo ymeti i zgjedhur, ymeti më i zgjedhur, i Allahu xhalla wa ala në tokë është ymeti i muslimanëve, jem pjesëtar të tij, alhamdulillah. Në ka bo pjesëtar dhe pasues të Resulullah, pejgamberi më i zgjedhur i Allahut në tokë. Njeriu më i dashur i Allahut në tokë, në ka bo pjesëtar të tij, alhamdulillah, është deri i madh. Wallahu yahtassu bi rahmetihi. E ka veçu dikon, e na ka veçu neve me këto cilësi. Aso është nder ne me po veten tonë mrena Kur'anit famlar ku Allahu azza wa jalla thot wallahu yahtassu bi rahmetihi ma yasha. Allahu i veçon me rahmetin, me mirësinë e tij këndon për robërve të tij, ja dërgon shpallën këndon kujt të don për robërve të tij, ja zbret Kur'anin kujt të don për robërve të tij, ja ka zbrit Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, e bën pjesëtar të aty umeti këndon ai për robërve të tij. Pasues të Resulullah, këndon ai për robërve të tij, pasues të Kur'anit që është libri më i dalluar i Allahut tokë, këndon ai për robërve të tij, asoj është të veçuar kjo. Wallahi është të veçuar. Është nder, është respekt. Është madhnim, na duhet me madhnu Allahun natë dhe ditë. Kur po ja ndo, me falendru për këtë nimet që na ka dhënë neve.
që na ka veçu prej ummeteve tjera, na ka veçu prej besimeve tjera, na ka veçu prej librave të tjerë. E Allah thot kuntum khayra ummetin ukhrijat lin-nasi. Jeni ummeti më i mirë që ka dalë ndonjëherë nga njerëzimi, për arsye se ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Sepse ju jeni ummeti i cili urdhron për të mirë, ndalon nga e keqja dhe beson në Allahun azza wa jall. Këto janë tri cilësi që e bën të veçantë këtë ummet. Urdhrimi për të mirë, ndalimi nga e keqja dhe besimi në Allahun xhalla wa ala, e cila i përfshin të gjitha shtyllat e Islamit dhe shtyllat e imanit. Andaj këto dy ajete dashur vëllezër na i dhon këto dobi të cilat neve duhet t'i përvetsojmë, ta falenderojmë Allahun azza wa jall për nimetet që na ka dhënë, nimetin e Islamit, nimetin e imanit, nimetin e Kur'anit, nimetin e Resulullah sallallahu alaihi wasallam, nimetin e sejdës, të rukus, të namazit, të zakatit, të agjerimit, dhe gjitha nimet e tjera që nuk janë të numëruara dhe nuk mund të me i numëru. Ne s'ka numër që mundet me i numëru ato nimet dhe mirësi që na i ka dhënë Allah azza wa jall, duke lutur Allahun xhalla wa ala që na i forcoj imanin ton, na bëj prej atyre njerëzve të cilët janë model për së miri për të tjerët dhe jo model për së keqi për të tjerët, duke lutur Allahun xhalla wa ala ashtu siç na ka bashkuar në këtë xhamit, na bashkojnë në xhenetin e tij. Wallahu ta'ala a'lam, sallallahu ala nabiyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.